Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Përshëndetje të nderuar shikues të Radio Televizionit Iliria. Mirë se takohemi edhe sot në emisionin e rregull tashmë gjatë muajit Ramazan në hijen e mëshirës nga ora 16 deri në orën 17 me transmetim të drejtë për drejtë. E ku në këtë emision kemi të ftuar hoxhallar të ndryshëm brenda dhe jashtë Prishtinës apo nga tërë treva shqiptare, ku për sot kam të ftuar Hoxhë Besnik Lumnica nga qyteti i Prishtinës. Hoxhë, selam aleikum, mirë erdhe. Aleikum selam, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe nga ana juaj. Atëherë besoj që këto ditë apo gjysmën e Ramazanit i keni kaluar mirë, nuk ka pushata dhe koha, njëkohësisht dhe xhamit për janë të sërmbusha, elhamdulillah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Çfarë ashtu sikurse a the, jo të kënaqur, po të stërkënaqur, elhamdulillah, sepse spori si ibadet, besimtarët e përjetojnë mirë agjerimin. Shtoja kësaj që koha e fresket, dita e shkurt, angazhime shumë jo që ka ndoshta rëndojnë pak besimtarin. Kështu që vërtet jemi duke kalu ditë të mira në të bekuara me plot atmosferë prej fillimit. Tani më jemi afër edhe 10 të fundit. Sot është dita 18, subhanallahu, kalon shumë shpejt, dhe është Zoti që përmbyllim me të mirë dhe Zoti është i kënaqur. Amin. Atëherë të nderuar shikues, do të flasim për sfidat që ballafaqohet rinia sot apo rinia islame, ndërkaq që edhe ju mund të bëni pjesë e këtij emisioni përmes linjës telefonike dhe njëkohësisht me SMS, pra mund të shkruani edhe pyetje qoftë rreth temës apo edhe rreth tematikave apo problematikave që mund të keni dhe që mund të kërkoni zgjidhje apo këshill nga Hoxha, ku për sot do të jap përgjigje Hoxhë Besnik Lumnica. Atëherë Hoxhë, do të flasim pra për rinin islame që ka shumë sfida sot, por çka po sfidon rinin islame sot? Tema është jashtëzakonisht e rëndësishme, e nevojshme, gjithsesi sepse ka të bëjë me pjesën më të rëndësishme të shoqërisë, pjesën më vitale, mbi të cilën pastaj varet edhe ardhmëria e këtij vendi. Andaj temat të tilla duhet trajtohen shumë shpesh dhe nga kënde të ndryshme. Edhe për rolin e rinisë, por edhe për sfidat e rinisë që e keni përzgjedhur ju sot me qenë si temë. Vërtet sfidat e rinisë muslimane ose rinisë përgjithësi këtu tek ne janë të ndryshme, janë të shumëllojshme, janë të dimensioneve të ndryshme në aspektin të ndryshme, në aspektin fetar, në aspektin etik, moral, në aspektin ekonomik, në aspektin shkencor, arsimor, edukativ, në aspektin ekonomik, madje dhe social. Nga do që shohim rinia ballafaqohet me sfida, s'ka dyshim. Mund të përmenim ndoshta disa prej sfidave në aspektin fetar, me që jemi edhe si të thirrur për me fol më tepër. S'ka dyshim se rinia në vendin tonë ballafaqohet ende me disa sfida, disa probleme ndoshta që janë të trashëguara dhe vazhdojnë të rëndojnë të riun fetar musliman. Ndoshta mund ta marrim për shembull se çështja e mbulesës jashtëzakonisht është një sfidë e madhe për studentët, për nxënësit, po edhe për një pjesë të motrave dhe besimtarëve të cilat dëshirojnë të abortin shamin, her pas here hasin në pengesa, qoftë në shkolla, qoftë në vendet të punës, ose nuk ju ofrohet fare mundësia për të avancuar për shkak të mbulesës. Pastaj edhe djemtë edhe nxënësit edhe studentët cilët dëshirojnë të praktikojnë disa prej detyrave që i kanë fetare, që për shembull namazi i xhumas. Është një sfidë në veti, edhe ne si imam kemi këtë breng, këtë telashe, nga se prindërit, fëmijët, nxënësit, studentët e kanë problem ta falin xhuman. Është një sfidë e madhe. Pastaj edhe nëse fillojmë ose nëse numërojmë sfidat në aspektin ideologjik, lufta e madhe çka i bëhet, propaganda e madhe çka bëhet her pas here kundër islamit, kundër muslimanëve ose kundër çështjeve të caktuara të fesë. Kjo sigurisht është një sfidë për ata të rinj cilët kanë dëshirë me praktiku fenë, në njëjtën kohë përballen me këtë lloj realiteti. Andaj nuk është e lehtë për një të rinj ndoshta që me vendos me praktiku fenë, kur sfidohet prej rrethit, prej në vendin e tij të shkollës, të punës, prej profesorëve, prej linçohen e kështu me radhë. Ka dhe sfida të tjera padyshim. Mirë po,
Alhamdulillah, besimtarët po janë të pathyeshëm nëse mund them ashtu. Dhe po i kalojnë disa kërkojnë zgjidhje institucionale, sa çështja e shamis, madje edhe çështja e faljes namazit të xhamas në veçanti, kisha bërë thirrje që të mendohet për një zgjidhje afatgjate të këtij problemi, pra të zgjidhet në mënyrë institucionale ky problem që i brengos shumë student, por jo vetëm student, edhe të ri që punojnë për institucione, për firma të ndryshme, jo të gjithë e kanë mundësinë me dalë me fal xhaman. Për shkak të punës që bëjnë. Për shkak të punës, për shkak të studimeve e kështu me radhë. Ndaj që ka edhe sfida të tjera, mirë po ndoshta ne do t'i bashkëpunojmë. Ndonë se në ditë më parë në Kuvendin e Shqipërisë çuditërisht, por edhe fatmirësisht një deputet e përmendi këtë çështje që është shumë e rëndësishme, por shpresojmë që në këtë legjislaturë të Kuvendit të Kosovës do t'ja rikujtojmë ndonjë deputeti që ta diskutojë këtë dhe që të mos kenë problem njerëzit për të ardhur në namazin xhamas bëhet fjalë. Atëherë, pra dinamika e jetës sot, rinia, gjitha moshat, po sidomos rinia po atakohet do të thotë në aspektin ekonomik, social, pra kulturor, fetare kështu me radhë, për shkak se e tillë është bajeta dhe zhvillimet e shumta që po ndodhin, por si mundet rinia islame të ruajë identitetin dhe vlerat e saj tradicionale në një botë që gjithnjë më shumë pra po shkon apo po bëhet më perëndimore në atë kuptimin më digjitale, më moderne, e pastaj kjo i ka edhe pasojat e veta. Mendoj që rinia jonë ka ditë, në përgjithësi ka ditë me të kalu sfida të ndryshme, populli jonë përgjithësi tash. Ndoshta pa specifiku vetëm një, por populli në përgjithësi ka ditë mirë me të kalu të gjitha sfidat që i ka pas. Ka pas sfida të ndryshme, duke filluar prej komunizmit që ka qenë ndoshta një sfidë jashtëzakonisht e madhe, ka sfiduar direkt besimin dhe fenë, duke luftuar atë në mënyrën më të pamëshirshme, nëse guxojmë ta them. Pastaj edhe sisteme të ndryshme, edhe sfida të ndryshme, edhe para luftës, edhe lufta e fundit, edhe presioni i pushtuesit, edhe lufta e pushtuesit, edhe pas lufta. Gjitha këto sfida që ka pas populli dhe rinia, ka ditë rinia jonë me menaxhu dhe alhamdulillah jemi në një situatë kur rinia përkundër që ka sfida është duke u rikthy fuqishëm në fe, në besim, dhe këtë po them me përgjegjësi të plotë, po them nga mejdani, që thojmë, nga terreni. Jam imam dhe ato po shohim xhamin për çdo natë tash në muajin Ramazan të mbushur në taravi me rini. Për xhumë mos po flasim. Pra dominohet nga rinia. Gjithsesi dominohet jashtëzakonisht shumë, ndoshta 2/3 mundet me qenë të ri. Dhe kjo kallëzon është treguesi më i mirë që rinia jon po arrin me të i kalu sfidat dhe ka kuptuar se feja islame është pjesë e identitetit të saj, popullit tonë, dhe është në të mirën tonë, madje është pikërisht feja që islamet që ajo cila e harron edhe identitetin tonë që e kemi. Pra, siç e kanë thënë edhe shumë njerëz të ditur të këtij vendi, që janë parimor dhe nuk flasin me tendenca, por flasin të drejtën, është Islami pikërisht ai që ndihmoi këtë popull me ruajt identitetin e tij në kohrat e vështira që ka kaluar, dhe do të jetë pikërisht Islami ai që mbron rinin për të ruajtur identitetin edhe përballë këtyre sfidave moderne ose bashkëkohore që ti i përmendë disa prej tyre. Perëndimizmi, pastaj digitalizmi, rrjetet sociale, çka po dinë sfida të ndryshme, të gjitha e kanë presionin e vet, e kanë sfidat e veta, mirë po besimtari nëse arrin me kuptu drejt mesazhin e Zotit subhanahu wa taala, ai është garantuesi më i mirë përballë këtyre sfidave. Dhe kjo ishte porosia e Profetit alayhis salatu wasalam, i cili tha: unë po ala dy gjëra, nëse i merrini ato seriozisht, kapeni për to seriozisht, ju do t'jeni të sigurt, lën të dillu abadan, s'keni me hum kur, s'keni me deviju kur, s'keni me azgjesu kur, s'keni domethënë cilat janë ato Kur'ani dhe Suneti ose tradita e Profetit alayhis salatu wasalam. Andaj, as më tepër që besimtari arrin
më kap kushtimisht me thonë për litarin Allah subhanahu wa taala, i cili është litar që vjen zbret prej qiellit dhe sunetin e profetit alayhis salam, traditën e tij, mësimet e tij, as më i sigurt do të jetë në oqeanin e këtyre sfidave të cilat jemi duke u përballë me to. Dhe as më larg shpalljes hyjnore, as më shumë rrezikohet i riu, e reja dhe besimtari në përgjithësi në përballje dhe në tejkalim të këtyre sfidave të cilat jemi duke ballafaqur me to. Atëherë kush po e sulmon më shumë rinin? Kur themi kush po e sulmon, pasi që në një anë tjetër e mirë pozitive shohim që xhamit dominohen prej rinis, por nëse shkojmë në shkolla, në burret të shkollave, në për lagje të ndryshme, rinia njëkohësisht po dominon në përdorimin e lëndave narkotike. Kush po e sulmon më shumë në këtë rast? S'ka dyshim që rinia atakohet më shumë, domthonë të gjitha kanë target rinin. Domthonë ata cilët dëshirojnë me prish, fatkeqësisht dhe me bë dëm kësaj shoqërie, ata e kanë target rinin. Dhe fokusi i tyre është pikërisht rinia. Për shkak se manipulohen më lehtë, për shkak të ndikimit më të lehtë që kanë të rit mosha e tyre. Domethënë zhvillimi ende nuk është në nivelin e duhur, në kuptimin e gjërave ende nuk është në nivelin e duhur, andaj ndikimi është shumë i lehtë këta, manipulimi është shumë i lehtë, mirë po edhe për shkak të dominimit ose rolin që e kanë ndikimin që kanë në të ardhmen. Ai që arrin rinin me pas në dorë tash, ai ka siguruar të ardhmen, qoftë për mirë ose runa zot edhe për keq. Andaj ka target edhe Islami rinin? Po gjithsesi Islami ka target, padyshim, andaj në herët feja jon herët ka porositë që më nejt gati fëmijë, duke qenë fëmijë, duke domethënë për mi ofru të rit drejt vlerave dhe mi largu nga antivlerat. Rinin sot çka po sulmon ose çka e rrezikon, është më mirë me thon pak më bot. Rrezikohet prej shumë gjëra, flas rinia tek ne në Kosovë, rrezikohet prej antivlerave, të cilat më të mëdha janë duke u përhap dhe janë bë fatkeqësisht, janë bë në farlloj pasqyre modernizimit bashkëkohor. Andaj disa mendojnë që për të qenë bashkëkohore, për të qenë moderne, për të qenë perëndimor, duhet që ti përqafosh ato gjëra negative që nuk është e vërtetë. Pra këto antivlerat, dukuritë e ndryshme janë të përhap dhe atakojnë më shumë të rinin. Por edhe këto narkotiket çka mendoj që është rreziku më i madh që i kanoset të rinis dhe rinis këtë rast edhe më tepër specifikoj shkollat e mesme, por jo vetëm shkollat e mesme, ndoshta edhe në shkollat të mesme të ulët ose fillore që janë quajt, edhe ato rrezikohen nga narkotiket, nga substancat që po ju ofrohen nxënësve dhe rinisë në shkolla dhe jo vetëm në shkolla. Rinia po ashtu sfidohet shumë ose rrezikohet shumë edhe përmes degenerimit që po bëhet përmes shumë programeve që shfaqen në emisionet, në televizionet të ndryshme. Disa prej tyre ndoshta kanë agjenda për të prishur rinin, disa kanë agjenda materiale ose kanë synime materiale dhe nuk zgjedhin mjete, nuk zgjedhin rrugën as kanale, as nuk shikojnë përtej përfitimin tyre fatkeqësisht. Dhe si pasojë pastaj po prishet rinia, po prishet familja, po prishet jeta bashkëtorë dhe pasojat vetëm jemi duke i vujtur ka me 10 programe, emisione të ndryshme, të cilat transmetohen për televizionet tona, madje ndoshta çdo ditë dhe në kohë të ndjeshme, kur të gjithë janë brenda në shtëpi dhe përmes atyre programe po sulmohet, po rrezikohet, po helbohet rinia, por jo vetëm rinia. Rinia tek ne sulmohet edhe ose luftohet ose rrezikohet edhe prej faktorëve të tjerë të brendshëm dhe të jashtëm, cilët i pengon ndoshta islamizimi ose praktikimi i islamit tek të rit, dhe sigurisht se mundohen në forma të ndryshme me i pengu ata ose me imponu ide dhe mendimet që nuk janë tonat, nuk janë të shoqërie, nuk janë të vendit tonë, nuk janë tradite jona, nuk janë. Andaj besoj që do t'ja dalin inshallah taala me besim, me mbështetje, me dije,
me fuqizim të fetarisë të vlerave, sigurisht se imunizohen besimtarët të rinj dhe i tejkalojnë këto sfida inshallah taala. Atëherë kemi telefonatën e parë për sot, po i inkuadrojmë. Selam aleikum. Selam. Po? Kam një pyetje vazhës. Urdhani. Unë jam e mbulune me 5 kohë namaz, por familja është kundër këtimve. Edhe mu po më bëjmë presion hiqe shamien, mos fal namaz, kundër janë. Nuk di, vetëm këtë deshta me ditë, si mi apë, vetëm këtë deshta me ditë. Në rregull, faleminderit për telefonatën, do të merrni pas pak përgjigjen. Selam aleikum, ne përqendrojmë edhe pak hoxhën e tim. Pastaj japni përgjigje kësaj motrës dhe po ashtu shikuesve të tjerë, të cilët edhe janë duke dërguar pyetje me SMS. A është e mundur që teknologjia, e cila është shumë e mirëpritur nga rinia në Kosovë, edhe që shumë vëllezër muslimanë kemi vetëm të kyçur në teknologji, por njëkohësisht nëse i referohemi rrjeteve sociale, Kosova sipas statistikave të fundit, domethënë është që populli i saj më shumë të përdor internetin, apo rrjetet sociale, e që fatkeqësisht pjesa dërmuese pra përdoren për gjëra koti, duke shfletuar kështu gjatë me orë të tëra. Apo sfidon rinin, madje edhe fëmijët tanë, edhe fëmijët e fetarëve dhe të hoxhallarëve, rrjetet sociale, me qenë se pra ne kemi shembull Naimin ose Hoxhën Besnik, por i shohim pastaj familjarët e tyre të cilët janë në rrjetet sociale janë të tjerë, për shkak se rrjetet sociale nuk po gjejnë, do të thotë, mëshirë për askënd. S'ka dyshim se sfida më e madhe e sotit janë rrjetet sociale ose menaxhimi i duhur i rrjeteve sociale dhe internetit në përgjithësi. Dhe kjo sfidë nuk është më vetëm për rini, kjo sfidë është për të gjitha moshat. Fatkeqësisht, po. Fatkeqësisht edhe për fëmijët madje edhe për foshnjët, edhe për të rinjt në moshat e reja, edhe për të rinjt në shkolla, edhe për prindërit, edhe për familjen në përgjithësi, për shoqërinë në përgjithësi, jemi duke u sfidu me këtë ndryshim të madh që ka ndodhur në teknologji. Dhe thirrja ime është që ne tani nuk mund të bojkotojmë rrjetet sociale, dhe s'ka mundësi, sepse është po pjesë e agjendës së njeriut. Mirë po vërtet duhet një angazhim i madh, dhe duhet një mund i madh, dhe duhet një aftësim, vetëdijsim gjithashtu i shoqërisë dhe i të rinjve në veçanti, se si të menaxhohen rrjetet sociale. Ramazani ndoshta kish me qenë koxha një lloj mundësie mirë që sadopak besimtari për shkak të agjendës që ka Ramazani, iftari, leximi i Kuranit, angazhimi me Kur'an, falja namazeve në xhami, namazet taravive, tash na vjen namazi natës, iftaret, vizitat e kështu me radhë, këto ndoshta mendoj që kishin më ndikuar që besimtarët më mësu pak a shumë mu largu për rrjeteve sociale. S'ka dyshim se rrjetet sociale janë duke sfidu të rinjun, duke sfidu atij dijen e tij, fenë e tij, moralin e tij, sjelljen e tij, karakterin e tij, por edhe përtej kësaj. Rrjetet sociale, interneti, telefoni është duke dëmtu edhe familjet, edhe jetën fetare, jetën bashkërtore, jetën familjare e kështu me radhë. Kemi shumë shfrytëzime, shumë. Gjithsesi, ato vinë si pasojë padyshim prej arsyes ose prej shkaqeve është edhe mos menaxhimi i duhur i internetit, i rrjeteve sociale dhe i kohës, madje këtu po sfidohen ose po dëmtohen pastaj edhe fëmijët, cilët nuk po ka kush më marr me ta, sepse prind ose vëllezërit motrat që janë më të rritur në telefon, dhe ata tash edhe fëmijët e vegjël po merren me ose kanë dëshirë ata të kyçen në telefon, që ka është jashtëzakonisht e dëmshme. Andaj është prej sfidave bashkëore më të mëdha menaxhimi i rrjeteve sociale. Unë i nderuar naimsh ju them edhe në xhami xhamatit më herët në kohët para rrjeteve sociale, para internetit, kur kemi jetuar, sfida e prindit ndoshta për me rujt fëmijën e tij, sfida kryesore ka qenë që ai kur del në rrugë qysh me pas në shtëpi. Nëse ka arritur fëmijën e tij me pas brenda në shtëpi, ka qenë goxha i sigurt dhe sukses, se ai do të jetë i rujtur me lena Zotit subhan. Mirë, po sot jo. Sot nuk jemi i sigurt edhe në shtëpi, sepse brenda në shtëpi
e ka telefonin, e ka tabletin, e ka kompjuterin dhe aty pastaj hyn, shef, ndëgjon, komunikon, përcjell gjërat që vërtet shkatërrojnë jo vetëm fenë, shkatërrojnë edhe mendjen, edhe intelektin, edhe trunin, edhe emocionet, edhe zhvillimin, edhe ndikojnë pasojat e shfrytëzimit jo të mirë të internetit janë jashtëzakonisht shumë dimensionale. Në aspektin psikologjik, në aspektin edukativ, në aspektin shëndetësor, në aspektin psikiatrik, po flas vetëm në aspektin fetar, edhe atë sociale, familjare. Mendoj që është një sfida ndoshta më e madhe bashkëkohore e re që po na sfidon në përgjithësi si shoqëri. Jemi një si shoqëri që kemi rinin ose kemi pjesën më të madhe të shoqërisë të re dhe kjo është pjesë është gjëja më e shtrenjtë që ka pas Kosova, por këtë duhet ta ruajmë dhe duhet të investojmë më tepër për një rini të shëndosh. Në fakt, hoxhallarët janë shumë të përfshirë në mediat sociale, me ligjërata, këshilla, qoftë edhe në TikTok, që është shumë i përfolur, edhe në rrjetet tjera sociale. Përkundër që shumë lëshmërisë së ligjëratave, këshillave, është pjesa tjetër që të tjerët punojnë për kauzat e tyre. Po bie keq që do të punu hala më shumë jo me kanë më shumë në rrjetet sociale, me qenë se s'po mundi me bind me nalt, të paktën ju me hynë në rrugën e tyre. Ndoshta pjesë e kontributit për të mirë në këtë rast është që sa më shumë t'i ofrohen jo vetëm programe fetare, por gjërat të dobishme. Sa më shumë të ketë jo vetëm për hoxhallarë, por edhe për mësuesve, edhe për mësimdhënësve, edhe për njerëzve, se nuk janë vetëm hoxhallarët ata të cilët bëjnë mirë ose përmirësojnë shoqërinë ose kanë si breg. Jo, ka edhe shumë janë shkollat, janë institucione të ndryshme, edukative, arsimore, organizata të ndryshme, shoqëria në përgjithësi. Të gjithë duhet kontribuojmë që në rrjetet sociale dhe jo vetëm rrjetet sociale, por edhe në programet mediatike, në televizionet ketë sa më shumë programe të dobishëm, program edukativ dhe program të dobishëm në përgjithësi që i bën dobi shoqërisë dhe familjes në përgjithësi. Këtë po e them bazuar edhe një përvojë të dy hoxhallarëve, dy dietarëve të mëdhenjët që cilët kanë jetuar në Medinë dhe këtë kam dëgjuar nga njëri prej tyre, të dy janë bërë për rahmet. Është Hoxha Ibn Bazi dhe Hoxha Abdulaziz El-Qari, dy hoxhallarë të mëdhenj që kanë qenë mësimdhënës dhe kanë jetuar bashkëanik. Thot njëri prej Abdulazizit kam pasur rast me ndëgju në prezencë nga goja e tij, thot kur erdhi spari kur u fut në Arabinë Saudite sateliti, si diçka e re, dhe ishte një breng dhe dietarët ashtu duhet veprojnë hoxhallarët dhe dietarët. Tash e kishin si breng se qysh cili do të jetë reagimi i duhur i dietarëve dhe hoxhallarëve karshi këtij ndryshimi që po i futet familjeve. Atë flasin, atë nxjerrin ndonjë fatva për treguar se është i dëmshëm dhe nuk është mirë që besimtarët ta fusin në shtëpi, apo cila është e zgjidhur. Thot pat një debat në mes të pranishëm me hoxhallarë dhe të ndryshëm. Pastaj thot më erdhi radha mu ose më tha Sheikh Abdulaziz Ibn Bazi, më tha cili është mendimi yt, çka mendon ti, cila është zgjidhja e duhur në këtë situatë. Tha zgjidhja e duhur është që ne të futemi në atë saçi që kanë thonë, ne të futemi atë. Pra ne tash të futemi me programin ton, me ofertat tona sa më shumë që të kemi mundësi, në mënyrë që atyre të cilët shfletojnë, e hapin, janë dëgjues, shikues, ata të kenë gjëra të dobishme. Andaj kjo përgjigje që është dhënë ndoshta para 40 viteve ose më tepër, kjo tash na duhet, ndoshta kjo përgjigje është adekuate edhe për këtë brengën tonë që vërtet hoxhallarët, por edhe ata që përmirësuesin në përgjithësi, ata që bëjnë përmirësim dhe nuk shkatërrojnë, duhet që sa më shumë të aktivizohen dhe të jenë vërtet, të jenë prezent edhe në rrjetet sociale me gjëra të dobishme, por edhe në media. Dhe sa më shumë t'ju ngushtohet hapësira programeve të këqija, programeve degeneruese dhe njerëzve të cilët kontribuojnë për prishjen e shoqërisë. Në veçanti rinia vllana im nuk mund ose vështirë është me ndalu nga diçka nëse nuk i ke ofru alternative. Çdo herë kur i thosh kjo nuk bën mirë është, jo nuk është patjetër.
por duke pas parasysh rininë e sotit, është mirë që çdo herë t'i ofrojmë alternativën që shtojmë ne që është pra alternativën tjetër të dobishme. Alternativën tjetër të dobishme që nuk rrezikohet çdo herë, sepse vetëm largimi ndoshta nuk është zgjidhje, nëse ka imunitet fetar ai do ta praktikon mirë, po janë më pak. Kurse nëse i ofrojmë alternativa, i ofrojmë program të dobishëm, jo vetëm program, po edhe mënyra të tjera të argëtimit, të zhvillimit të jetës, besoj se rinia largohet, të rritë fëmijët dhe merren më pak me rrjetet sociale që vërtet janë të dëmshme në përgjithësi, por për fëmijët dhe të rritë në veçanti, madje fëmijët nuk kanë asnjë arsye që të kalojnë kohë të gjata në rrjetet sociale dhe në internet në përgjithësi. Shpesh dëgjojmë këtë pyetje nga të tjerët ose nga laikët, që pse duhet rinia me dominu në xhami, pse duhet rinis me marrë mësime fetare kur ka jetën përpara. Pra sipas tyre, perceptimi i tyre është nëse mirësh me fetari do të mbetesh mbrapa. Përkundër asaj që ne do thotë shohim që rinjtë janë të shkolluar, janë kuadra të forta, por që njëkohësisht janë të mishuruar shumë edhe me xhami. Ndoshta para disa viteve për këtë pyetje është dashur me fol me argumente nga Kurani, nga Suneti, mi bin mirë, po sot nuk ka nevojë ndoshta mi përdor fare ato argumente, sepse realiteti po e dëshmon të kundërtën. Që feja nuk po e pengon rinin as për shkollim, as për avancim, as për punësim, as për zhvillim, as për modernizim në aspektin pozitiv të jetës, të kushteve, dhe sot elhamdulillah kemi të rinjtë të reja, të cilët janë praktikantë dhe kanë depërtu dhe janë avancu në për pozita, në për institucione, në për organizata vendore dhe të jashtme. Patëm rastin për disa vite kur kryeministri ynë vizitoi Amerikën dhe atje në një prej firmave që ai shkoi për me marrë si me po zhvillimin, ndoshta na mund të përfitojmë si Kosovë diçka në aspektin IT-s, nëse s'gaboj. Dhe atje u habet kur e priti një vajzë e Prishtinës me mbulesë. Domethënë feja nuk e pengon absolutisht, përkundrazi feja e imunizon, e ruan, e fuqizon edhe më tepër personalitetin e të riut dhe të reje, sepse disa telashe që mundet me pas për rrugë, feja ja zgjedh. E ka të qartë agjendën i riu musliman, e ka të qartë rrugën dhe nuk merret shumë me shumë probleme, shumë telasha thera që ka në për rrugë, ai din se ato i ka të parapame sipas mësimeve fetare dhe din çish me të kalu, që ndoshta nuk mundet një i ri që nuk e ka fetarin sa duhet, më përballë kanë me disa sfida që i ka i ri dhe reja. Andaj përgjigjja është nga realiteti. Sot 3 ton besimtar, djemë të ri janë të dallum në IT, sidomos në programim, plot djemë dhe vajza të vendit ton fetar që praktikojnë fen, kanë hap firma të cilat po shërbejnë dhe po japin shërbime edhe për vendet tjera, ofrojnë shërbime për Amerikë, për Evropë, madje edhe për vendet e Azisë edhe të Afrikës, dhe firmat me punëtorë, djemë dhe të ri, të cilat edhe praktikojnë fen mirë, po edhe Në Kosovë teknologjinë është duke dominu rinia fetare, do thotë këto e dinë edhe të tjerët. Momentalisht do thotë rinia por edhe fetare, do të thonë pesdaklit që janë duke dominu teknologjinë gjitha fushat pothuajse, dhe kemi një argument fort që më thotë tjerëve që rinin e kemi në shumë fusha. Është koha teknologjisë, andaj dominimin e teknologji kjo tregon që për mençurinë që kanë rinia jonë, dhe që feja nuk i ka pengu përkundrazi, u ka hap rrugët. Dhe është e mirë kjo tash, ne kemi edhe shumë xhamia veç po vinë duke u bë digjitale, që në aspektin e informatave, programe që përdoren brenda xhamit, transmetimin e ligjëratave, hutbeve, domethënë xhamia, trid, xhamati janë duke avancu dhe nuk janë fare duke ngecë mbrapa për shkak të praktikimit tyre të fesë. Përkundrazi janë dhe do të jenë inshallah tal një model që duhet ndjekur edhe nga të tjerët. Atë ne po vazhdojmë tutje të nderuar miq, para mund të bëni pyetje me SMS, njëkohësisht edhe përmes linjës telefonike, ndonse
Kryesisht pyetjet i kemi nga shikuesit tanë në SMS, por ne kemi edhe më pak se gjysmë ore deri në fund të këtij emisioni. Vetëm se kanë filluar të arrin disa nga pyetjet, kështu që me leje hoxh po fillojmë me lexu sipas renditjes si ne ka dërguar regjia. Po dëgjuese që na thirrni shikuese që. Po, kemi atë po, thotë jam në mbulesë. Po, ndoshta ka. Falë namaz, mirë po kam presion pe familjes që me hek shamin dhe me lën namazin. Kjo është prej sfidave realisht vetë u përmend është gjatë ligjëratës, prej sfidave të rinisë, po të besimtarëve në përgjithësi. Kur vendos një njeri dhe një re ose një burrë dhe një grua për me praktiku fen, siç këtë rast edhe vendosja shamis ose falja namazit gjen një farë lloj refuzimi të parësyeshëm, pa logjikshëm madje nga brenda në familje. Dhe kjo është e rënë sigurisht, mirë po kjo motër, sikurse kanë thonë shumë xhallar, kanë këshillu këshillat e ngjashme që duhet me bë sabër, sepse na ka garantuar Zoti në Kur'an wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kush e ka frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, Allahu kam ja gjetë zgjidhjen, kam ja hap rrugët. Këtë rast droja ndaj Allahut për këtë rast është që me bë sabër, pra me dëru presionin familjar, me dëru edhe disa fjalë që mund të thuhen, edhe ndoshta disa fyri që mund të bëhen fatkeqësisht, me dëru, me bë sabër dhe me ditë se pas asaj na ka ardhur lehtësimi dhe pas kësaj sprove që ndon edhe shpërblimi i madh, që ka premtuar profeti alayhi salatu wasalam, ka thënë el ajru ala qadri al mashaqqa. Shpërblimi është sipas vështirësive. Prandaj ajo motër që ka vendosur shamin dhe ballafaqohet me refuzim, sikurse kjo motër në këtë familje, shpërblimi i saj është ndryshe. Ose ajo motër që ka vendosur shamin dhe ka të lashe tjera për punë, ndoshta ai duhet edhe punën me lanë ose me ndru për shkak të mbulesës, dhe mbulesa nuk e hek, çka duhet me qenë një besimtare, sigurisht se shpërblimi është tjetër, andaj sipas vështirësive është edhe shpërblimi, por edhe pas vështirësive vjen edhe lehtësimi, inna ma'al usri yusran, thot Allahu azza wa jall, pas vështirësive vjen lehtësimi. Andaj motër e nderuar, menaxhoje këtë problem me durim, me sjellje të mirë, asnjëherë duke i fy, edhe nëse ata të fyjnë, ose duke përdor gjuhë në veçanti nëse janë prindë, vëllezër e motra, çdo herë me butësi, çdo herë me komunikim të mirë dhe çdo herë duke u mundu mi bindë që shamia fillimisht detyrë, obligim prej Zotit është për të mirën e personalitetit e vajzës, kësaj grua, kësaj motre, por të mirët e saj pastaj reflektojnë edhe tek fëmijët, edhe tek familja në përgjithësi dhe tek shoqëria në përgjithësi. Atëherë kemi telefonat tjetër, inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum selam. Por nani. Deshte të shtrej hoxhës një pyetje. Po. Nëse gabimisht bojmë iftar 2-3 minuta para kohës, nuk është se kemi harru, po për shkak të orës, a duhet atë ditë me agjeru apo? Në rregull, faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Aleikum selam. Kjo 2-3 minuta nuk inshallah taala nuk lund ndonjë, inshallah taala nuk është problem. Për shkak se kanë para po edhe hoxhallarët kur e kanë bërë takvimin që një farlloj minutazhe pak, një farë hapësire për shkak të sigurisë. Andaj 1 minutë, 2 minutë, 3 minutë nuk çon pesh. Përndryshe kur njëri e prish gabimisht, duhet me kompenzu atë ditë, por jo nga harresa. Kur harron, për shembull, ka çujt, ka provu diçka, ka provu me pi çfarë bodine, ka bën në vepër që gabimisht e ka prish, kjo është tjetër çështje mirë, por 1 minutë, 2 minutë para iftarit, inshallah taala, po shpresoj që nuk ka nevojë mu kompenzu, as më bë kaza ajo ditë, inshallah taala është në rregull, por kjo nuk është thirrje që besimtarët mos me respektu takvimin. Mirë po, kjo për në raste të jashtëzakonshme, ndoshta nëse veç i ka ndodhur
nëse veç i ka ndodh dikujna. Atëherë do të vazhdojmë me pyetjen e radhës, me SMS thotë selam aleikum, desha me pyet hoxhën, 6 ditë nga Ramazani i vitit të kaluar nuk i kam agjëruar. A më pranohet me agjëru pas këtij Ramazani ato ditë të mbetura të Ramazanit të kaluar? Në këtë rast thotë, a mund me pagu me të holla apo do të patjetër me e agjëru? Është dash me agjëru, padyshim para Ramazanit, dhe mos me zonë ky Ramazan, megjithatë i agjëron inshallah taala pas këtij Ramazani. Disa dietarë kanë thënë është mirë edhe me dhonë si edhe në farë lloj ushqimi për shkak të vonesës. Por mi agjëru gjithsesi. Atëherë inkuadrojmë telefonatën tjetër. Selam aleikum. Wa aleikum selam. Deshta me ja bo hoxhës një pyetje, lutem. Po. Unë e lexoj Kur'an çdo vit alhamdulillah. Vitet e kaluara në Ramazan e kum bëhot më ashtu qysh po mujt. Si vjet kam ndjek një kurs të zhvidit edhe deri dikon inshallah e lexoj mirë. Tash e ndjeki si vjet deshta me bë hatme me mukabela që thirrën ato me hafeze. Mirë po masi që e kry me hafezet e lexoj edhe vetë Kur'anin. Pyetja jam është a muj me bëhat me 2 herë inshallah Kur'anin si vjet apo nuk njihet kjo që lexojnë vetë mas anej. Në rregull, faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Sipas mënyrës që është po veprej ka 2 hatme është duke bë, sepse herën e parë lexon së bashku me hafizet që është zakonisht e rëndësishme e mirë për shkak edhe të është i farë stimulimi ku lexohet së bashku dhe bëhet si lloj obligimi atë njëri veti me prezantuar çdo ditë në xhami ose në mekteb ose ku organizohet një lexim i tillë, por edhe për shkak të përmirësimit të leximit, sepse hafezja ose lexuesja e Kuranit që ka marrë përsipër lexon mirë dhe edhe për sjellë edhe lexon. Pastaj lexon edhe një herë në shtëpi, gjithsesi se kjo ngjehet ose numërohet me lenin Allahu azza 2 hatme. Allahu ruajtë e pranoftë Rabbul Alamin. Atëherë kemi telefonat tjetër apo? Selam aleikum, ka ikur telefonata, shkojmë tutje me mesazhet, thotë selam aleikum. Në faktikisht kjo motra patën një pyetje dytë, thotë kam 2 vajza, 2 fëmijë, më fal, kam 4 fëmijë, mirë por asnjëherë si kam bën akika. Nuk e kam ditë që rëndësinë e akikës, a mundem tash me i bën? Po mundesh, padyshim që mundesh, por akika sipas është një praktikë dhe një porosi e profetit alayhis salatu wassalam. Është një falënderim ndaj Zotit xhallahu ala. Është mirë që besimtari me bën në fillim kur vlin fëmijë, por në pamundësi këtë rast për shkak që nuk e ka ditë, kanë herë nuk janë ndoshta edhe kushtet, por më vonë lehtësohet ose këtë tash e ka ditë, bën gjithsesi dhe s'ka kur gjë të keq që bile sipas haditharëve duhet me bë edhe tash, nëse veç i ka mundësi dhe rënë, sepse shkarkohet nga një obligim që ka pas për fëmijët dhe është i ka të onë pozitive akika për fëmijun që besoj që edhe tash inshallah taala nuk është vonë. Sot deshta me bën një pyetje rreth agjërimit. Jam një nën gjithëndse, kam foshnjën 4 muaj dhe nuk jam duke agjëruar sepse friksohem që nuk mund të ushqehet sa duhet foshnja nëse agjëroj. Dhe mbase nuk mundem të agjëroj, dëshiroj që këtë Ramazan të paguaj me të holla, gjithashtu edhe Ramazanin e vitit të kaluar. Nuk kam mundur të agjëroj sepse isha në fillim të shtatzanisë dhe kisha probleme dhe këtë Ramazan nuk kam mundur po ashtu ta kompenzoj. Unë jetoj në Zvicër dhe nuk di si duhet ta bëj pagesën me llogari këtu të Zvicrës apo me llogari të Kosovës. Selam aleikum, Allah e shpëlbeft. Aleikum salam. Faleminderit, lutem Allahun azza wa jall që t'i jap shëndet dhe të foshit ta bëj të mirë dhe të mundsoj të arritet të mirë me prindë me familjar. Kjo motër dhe plot motra të tjera para se të vendosin për me prish Ramazanin, gjithsesi duhet konsultohen, sikurse në këtë rast se si me vepru. A duhet me pagu? Mendoj që nëse ka mundësi me agjëru, sidomos tash në këtë kohë të dimrit dhe në këtë kohë të shkurt, dhe nuk e pengon agjërimi këtë nën, edhe pse është gjithënse duhet me agjëru.
kurse vetëm friga nuk është arsyetim. Nëse frika mundet me testu, apo ngelet fëmija unta, jo, nuk është diçka që s'ka mundësi me ditë, pra nëna e din, apo merr fëmija ushqim i aftueshëm, nëse ushqen dhe ka, domethënë ona arrin me pas ushqim i aftueshëm, për shkak se iftari është herët, syfyri është vonë, mendoj që nuk është e pamundur me agjeru, por nëse veç nuk ka mundësi dhe vërtetohet dhe është e sigurt që dëmtohet ose nana ose fëmija, atëherë e ka të lejuar me e prish. Por a duhet me pagu? Mendoj se nuk duhet me pagu, nga se ka mundësi pas Ramazanit për një vit të tërë 19 muaj motër e nderuar të tjerë që mundesh me kompenzu, nuk është kusht me agjeru një muaj të tërë ditë me ditë. Jo, mundesh me agjeru sot një ditë që mos me dëmtu fëmija i prish 3 ditë, agjeron pas 5 ditë, 6 ditë kështu me radhë. Pra, edhe mundesh me zgjedh ditë caktuara, por mundesh me zgjedh edhe në kohë caktuar. Për shembull, kur është dita shumë e shkurtër në gjatë dimrit, koha është e freskët dhe nuk ka ndonjë vështirësi as për nanën, por as për foshin. Dhe Ramazani që ka ngel, që se ka agjeru, nëse ke mundësi me agjeru tash, e ke për obligim me agjeru, kurse tek pagesa ose kompenzimi me pagesë nuk kalohet vetëm në rast të pamundësisë me agjeru që duhet me agjeru. Nëse s'ka asnjë mundësi me agjeru, atëherë e pagu mirë, po nuk mendoj që gjithonja është arsye që nuk ja mundson gjatë tërë vitit me gjetë një kohë të përshtatshme për me agjeru këto 29 ose 30 ditë, qoftë në duke i nda ato një ditë sot, një ditë një javën tjetër kështu me radhë, që nuk vrejet në far ndikimi tek shëndeti i nënës pas i fëmijës inshallah taala. Kemi telefonatën e radhës, inkuadrojmë. Selam aleikum. Po e dëgjojmë. Alo, selam aleikum. Po. Jam e moshure, 58 vjeçare. Unë thishta me apo të pyetje hoxhës, apo dëgjohem? Po e dëgjojmë dhe vazhdojmë me pyetjet. Thishta me apo të pyetje hoxhës, unë kam punë të kulivalla Ramazan. Ta Ramazanin kanë qenë ka të qenë shtokë, kanë shoqë, se do Kurani së përdet unë po shoh se lexoj Kur'an më. Ta dhe cilën ta mirë. Ashtë me lexu. Edhe këtë një dobën që për lexoj sabare, ka thonë hoxha, Huballahu levi, la ilahu, alimu gajbe veshatit, e hubar Rahman e Rahim. Me lezu thamas sabahit, është së vakshë, edhe adin mas që bëva këtë mas akshubet me lezu bëten. Me rabi të bila i rabe dhe dinë sa me dine, më nuk e sara së kam me dine dhe restu bre. Regull, po. Ke pyetje tjetër? Jo që to, parëndet. Selam aleikum, Allah i shpërblet për telefonatën. Nëse kuptova mirë tha 86 vite apo po, që është praf. Të 100 herë surën Ihlas po më kul Allahun e kështu me radhë. Mirë është ajo. Sa më kul Allahu është prej sureve që është sure vlefshme jashtëzakonisht. Madje në disa transmetime thot profeti alayhi salatu wasalam që kul Allahu është sonia e tretë e Kuranit në aspektin e vlerës që e ka për shkak të kuptimeve që i ka. Andaj leximi i shpesh i kësaj sure sigurisht është sevap dhe është mirë, dhe le të vazhdon sot ka mundësi, në pamundësi për të lexuar Kur'an sepse ata nuk po shoh, atë le të lexon ato sure që i din përmendësh, sikurse kul huwallahu, po në veç atij kul huwallahu le ta përsërit sa më tepër është mirë, kurse edhe ato lutje të tjera që i përmendin që i bën në mëngjes dhe në mbrëmje sigurisht se janë është sevap dhe është mirë dhe është e preferuar që besimtari jo vetëm atë lutje, po edhe disa të tjera ti këndoj ose ti lexoj çdo mëngjes pas falës së sabahut dhe çdo mbrëmje para perëndimit të diellit. Përveç që janë me vlerë dhe sevap, ato kanë edhe ato të mirat tjera sepse e ruajnë besimtarin nga gjëra të ndryshme që ai mund të goditet gjatë ditës, por edhe japin atij një farë lloj fuqie dhe force edhe fizike, padyshim por edhe shpirtërore, psikologjike dhe e mbajnë afër Zotit subhanahu wa taala. Andaj ishte porosi e profetit alayhi salatu wasalam kur i tha një prej shokëve të tij, ja Rasulullah, ma jam ndonjë porosi që ta bëj ndonjë vepër sa më shumë, më shpesh, që të afrohem tek më atë vepër, i tha gjuha jote le të jetë vazhdimisht e njom me përmendjen Allahu subhanahu wa taala. Andaj është më tepër që
besimtari dhe besimtarja bën dhikr, e dhikr është edhe Kurani dhe lutjet as më mirë dhe as më sevap është. Dhe shfrytëzojnë në veçanti këtë muaj të bekuar të Ramazanit për mështu lutjet dhe mështu dhikrin. Vazhdojmë tutje me telefonatën tjetër. Selam aleikum. Aleikum selam. Selam aleikum. Aleikum selam. Po? Du me thira për me vetë diçka për Sheshet Kasniqin, po s'pedime kanë jam të folë. Jemi në emision të drejt për drejt, por nuk është live Hoxha Sheshet Kasniqi, është Hoxh Besnik Lumnica në emisionin në Hijen e Mëshirës në Ramazan. Okej, nuk ka lidhje, e baj pyetjen unë. Po? Se ndëgjova më herët që kish folni shikuese dhe kish thonë ti ke thonë me shty sefyren, a vedi Hoxha Sheshet Kasniqi. Po? Edhe çka deshta unë me bë pyetjen, se në shkojnë si mbas sunetit, edhe në punë ku punoj, janë 5 shokët mi shemot kete shkojnë me një takvim shqiptarve, ose turshve, unë e bajnë gjithmonë 5 minuta ma vonë iftarin, ose gjysore ma vonë sefyrin. Që atë pyetja e më është, që shko mundësi diçka kështu? Qartë pyetjen, ose dilemën. Jo, do të merrni pas pak. Është kjo dilemë, nuk është e re. Mirë, do të merrni përgjigjen përmes televizorit, pra dhe faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Nëse ke përshtu diçka, Hoxha. Jo, le ta kontaktoj doktor Shefqetin. Me që ai ka fol diçka në këtë temë dhe ky don sqarim për Hoxhës. Le ta kontaktoj, mendoj që është më udhës para se të transmetohet ose to se një hoxh ka thonë është mirë gjithsesi që të vërtetohet se ai ka thonë ose nuk e ka thonë ose cili ka çysh e ka thonë dhe pse e ka thonë është më rëndësishme. Kjo para se ti veshet ndonjë fjalë ose ndonjë fetva. Kurse unë deshta më shtu vetëm tek kjo fjalë e këtij vllaut nderuar që tha unë shkoj me sunet. Edhe na shkojnë me sunet, edhe takvimi është me sunet. Kjo është i shqiptarëve, domethënë kjo është shprehje gabim i nderuar i vëllau, sepse edhe takvimin e kanë bërë hoxhallarët, e kanë bërë muslimanët, qoftë këtu tek ne, qoftë në vende të tjera. Dhe ky vëllau i nderuar me pyet tash me çysh e fal drekën, a del me përcjell dillin, çysh po lëviz dhe kur është zevali apo fal me takvim. Nëse fal me takvim atëherë në rregull përgjigjja është e qartë. Atëherë regjia mund ta ndërpres në linjë telefonike sepse s'kemi shumë kohë. Jemi ka fundit thot një pyetje për Hoxhën, nëse po ditet me sqaru mirë rreth një sure që shkruan se 70.000 melaçe së bashku me Xhebrailin e kanë zbritur Kur'anin. Thotë se dia kam shpjeguar mirë një shpjegim për Hoxhës. Po, ka për disa ajete që kanë zbrit, kështu ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, që sonte ka zbrit kështu 70.000 melaçe, ka për disa ajete të caktuara që tregojnë për vlerën që kanë ato ajete, ajo sure dhe Kur'anin në përgjithësi. Pra, zbritja e Kur'anit është madhështore, Xhibrili është meleku më madhështor, Kur'ani e bëri madhështor edhe muajin Ramazan, e bëri madhështor edhe natën e Kadrit, e bëri madhështor edhe profetit cilin i zbriti. Andaj prej mësimeve që marrim nga kjo ngjarje ose ky hadith është që ti kushtojmë vëmendje Kur'anit, sepse as më tepër që lidhemi për Kur'anin dhe me Kur'anin, as më madhështor do të jemi te Zoti edhe në qiell, dhe as më larg Kur'anit që jemi, as më pak të njohur do të jemi te Allah subhanahu wa taala dhe te banorët e qiellit. Thot, selamu aleikum, Hoxhë nderuar, na ka vdek një familjare në Medinë gjatë kryerjes së umrës. Elhamdulillah, dim që është një përfundim i mirë. Mirë po, kemi raste që kur na shprehin ngushëllimin njerëzit tanë, na thonë se kjo padyshim është gjenetike, pra bëndshëm. E deshta të pyes Hoxhën se a lejohet të themi padyshim është gjenetike, edhe pse motra ka qenë pra muslimane dhe ka qenë në umër kur ka ndruar jetë. Allahu mëshiroft, vërtet një përfundim i mirë. Madje në një vend të mirë, të janë dy gjëra. Ka vdek pas umrës ose ka shku në umre, dhe kjo është përfundimi i mirë, jashtëzakonisht që Zoti xhallahu ala i privilegjon disa umrexhi dhe haxhiler. Edhe në haxh po ndodh që ndoshta haxhiler tanë në ndërjet.
dhe kjo është përzgjedhje prej të Madh Allah subhanahu wa taala. Ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, kur Allahu ja dën të mirën një robi, ja merr shpirtin atij në pas një adhurimi që ai e bën, pas një vepre të mirë që ai e bën, ja merr shpirtin sepse është i pastër. Dhe kjo padyshim që është mirë, po ashtu është edhe vendi ku ka ndruar jetë dhe ku është varros në Medinën e profetit alayhi salatu wasalam, afër pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, unë do të ndërmjetësoj, pra do të bëj shefat për ata besimtarë dhe besimtare që varrosen në varrezat e Medinës në El-Bekhia. Kjo është dhunti për i të Madh Allah subhanahu wa taala. Andaj sigurisht se mos mërziten, mirë po le të ndjeni falësimi që edhe ka vdek pas umrës, po edhe është varros në xhaminë në varrezat e Medinës afër profetit alayhi salatu wasalam, kurse me qenë sigurt ose me dëshmu ose me qenë i bindshëm që është xhenetike, këto nuk guxojmë. I mydja është shpresa, është shenjat janë të mira, po më parasysh mirë përfundimin të mirë. Nasnjë rrethon. Kjo ka qenë pas vdekjes së profetit alayhi salam, nuk kemi të drejtë, sepse kjo është bërë vetëm përmes shpalljes që i ka thonë profeti alayhi salam filon në xhenet, që i ka inspiruar Zoti, përndryshe ne nuk kemi të drejtë, por themi inshallah taala në bazë të veprave, në bazë përfundimit ka me qenë dhe është i banorë xhenetit. Mirë, po jo me qenë të bindur. Thot selamu aleikum, jam me Ramazan dhe agjëroj, kuptohet, dhe jetoj në Gjermani, po ditën e fundit kam me udhëtu me autobus për në Austri. Dhe desha të pyes hoxhën si m'ja bën puna syfyrit dhe iftarit. Syfyri mbjen në Gjermani me kanë dhe agjërimi në Austri. Si me agjërua, po mundem me kompenzu, dhe thot mundem me prish. Po përderisa bën një udhëtim të gjatë, pra nëse ka lënë 90 km më tepër udhëtim, atëherë ka të drejtë që me prish, po nëse nuk ka vështirësi, nuk gjen vështirësi, han syfyr në Gjermani në shtëpi dhe niset për Austri, nëse nuk gjen vështirësi gjatë rrugtimit, pse mos me agjëru, bën iftar kur të arrin në Austri, pra me kohën e vendit destinacionit ku arrin tash. Nëse ka mundësi, për shkak të vlerës, për shkak që është koha Ramazanit, dita e fundit, që mos me met si barë, për ndryshe ka të drejtë dhe të lejuar me prish, edhe nëse nuk gjen ndonjë vështirësi. Përderisa është udhëtar, është prej arsyeve, pra udhëtimi është prej arsyeve që besimtari mos me agjëru dhe me kompenzu pastaj ditë për ditë. Atëherë të nderuar shikues, këtë është fundi, kemi edhe shumë mesazhe pa lexuar, por kaq kishim kohë dhe hapësirë, ndërkaq hoxhë nderuar, Allah shpëbleft që ishte pjesë e këtij emisioni. Faleminderit edhe për ju, Zoti shpëbleft ju. Amin. Gjithë inshallah, takohemi nesër dhe atëherë më mbetshëm me programet në vazhdim nga RTI.